E kur mendoj të sako, unë të ta dua shumë të zanatse, s'ka mundësi vlla. Ti e di se ta thashë me mesazh, kam qenë nga e shtuna që kam zënë krevatin me një grip të keq me temperaturë, dhe tani këtu sa erdha, megjithëse vazhdoj të jem. Dhe mua mos të ta ngjithe, me po ti se di që Jo, po do të thosh edhe një herë. Mendimin që virusi nuk ekziston, janë gënjeshtra. Është bakter që kam më thoti. Ska virus, është rajnë e imunitetit. Po bakter është bakter. Bakteret ekzistojnë, po jo viruset. Virus nuk ekziston, janë gënjeshtra. Virusologjia është bërë për të shpikur vaksinat. Shiko tash, desha të thesha diçka. Jo, po tani jemi këtu, kaos parlamentit e Serbisë. Unë jam numerolog, po do të them një gjë për numrin e emisionit, 941, se po Zërbe, bëra numerologjin që pari. Është episodi, le të hiqe pak ose jo mos e hiq, na nxjerr vetëm 941. 14 numerologjia. Sot është episodi 941. Po pra, i bie 14-5, domethënë 1 dhe 14-5. 5 është numri bazë, numerologjia e 921-shit. Mos më kërko tash. 5 është numri bazë. Po ti mbledhësh 9, 4 dhe 1 bën 14 dhe po të mbledhësh 4 dhe 1 del numri bazë 5. Po, këtë e kuptova. Tash 5-a, po ta shikosh numrin 5 si ekziston, tregon kaos, sepse 5-a nuk ka bazament. Siç mund të ketë ndonjë numër tjetër, kupton? Domethënë, po ta shikosh mund të bjerë te, mund të bjerë ande 5-a. Dhe është e hapur nga e shkuara, pra ne mund ta shohim të shkuarën. Mirë po është e hapur dhe nga e ardhmja. Dhe 5-a si numër kaosi tregon që po jetojmë kohë në kaos dhe nuk dihet se si mund të jetë e ardhmja. Çdo gjë mund të ndodhë në të ardhmen dhe më pëlqevi me numerologji kjo. Rastësisht ndodhi. Rastësisht, që në fillim e pash, por nuk të thash se ti je shumë skrupuloz kështu për të dhënë. Jo, po, se jam kurioz, prandaj. Po dhe kjo ishte ndiçka. Nësa unë desha të mbaroj fjalin, po ti s'më le. Si shpjegohet, thash pra, që kam 4 ditë në krevat me grip me temperaturë, vlla. Dhe vi tani këtu dhe sillim se s'ka ndodhur asgjë. Çfarë është kjo punë sa? Po, njeriu kur përqendrohet në punë kalon çdo lloj dhimbje. Ti thua nuk ka temperaturë që e poshtë. Po, njeriu kalon çdo lloj gjë. Domethënë kur përqendrohet në punë, puna. Ledio, duke në fytyrë që kam 3 ditë krevat? Fare. Televizioni që ka i mashtrimi matëse, është televizioni ishë mashtrimi papa. Edhe unë kur pash, kur më theti që si ka mundësi, nuk tregon. Jo shumë, nuk se jam shumë, ama se do na bet me maja të do marrë të që mesazhe. Po mirë, është një grip. Një imuniteti 2-3 ditë, janë të zakonshme këtë. Se filloj të ngrohet koha, ka ndryshime temperaturë. Bëra dhe të rushdio, ta thash. Po, më theti. Me ashtu shumë, se unë si mbaj mend tani, po bëri pufi, ngatroj ato dafinës, odi u thullmon, bura peshqirin, po atjet e soba, e bura atë, hapa gojnë, me sy mbyllur se ato djektë të përvënon. Edhe piper të zi besoj ke. Piper të zi, po janë një sër, janë disa ingredientë atje. Rushdiu është gjigant. Rushdiu i paparë, valla më ka shpëtuar dhe njërë tjetër me këti gjë. Fape bëra atë atje disa herë, bëra disa herë në ditë, Sakot dhe të them drejtën, ajo është komplet, ajo të darin gjithë pisliku të delë, vlla. Ai ka dhe ilaçet tjera më të forta, po ti... Mua më ka shiju kjo pra shumë. Ba në njerë të fort kjo të merë, vlla. Unë me... Nëjse, ikëm tani, ikëm. Mirë, hajtë. Digjo asë flasë njërë tjetër me rushdion. Ore kushte i rushdion njërë, se duhet marë. E lartë Sakot të rehat sepse filluan të aguzonin prapë. Që vërtat është. Ajse do ta them, Dimon, prapë mirë. Dimon e di. Kaos parlamentin e Serbisë, këto janë imazhe që ka Ledio në fakt Cako. I shikojmë pak. Ka se imazhe Ledio kanë ndodhur sot. Kjo kryetare e parlamentit që ka qenë kryeministe kjo Brnabić, është kryetare e parlamentit. Po pra, edhe kjo tani dilte atje dhe ju ka thënë opozitës, ndërkohë që po presin të japi Ledio këto, ju ka thënë opozitës që opozitës atyre partive opozitare i ka thënë që ju po bëni lojën e Shqipërisë. Sidomos të Albin Kurtit. Të Kosovës. Po bëni lojën e shqiptarëve të Kosovës, sidomos të Albin Kurtit e tjerë. Duhet kujtojmë që vazhdojnë protestat në Beograd. Cili është plani këtu Cako? E di pse thotë të. Cili është plani? Kjo qeveri që është nuk ka pranuar ty në luftë me Kosovën. Kurse juve i thotë që po ju sponsorizojnë për të rebeluar, si që tha dhe kryeministri ungares që e përmenda dhe më përpara, që kjo vjen nga Bruxelli, gjitha këto janë të organizuara nga Bruxelli, nga Kabala me shtjeke që. Po më pëlqen Kabala është. Kjo tash qari thot, ju po i bëni qefin Albin Kurtit, sepse në qoftë se bie kjo qeveri,
Pala tjetër ka marrë angazhim që do mbështetet nga Brukseli që të filloj luftën me Kosovën dhe që si një shpagim për Ukrajinën, Kabala të marrë Sërbinë. Do me thënë, kjo është gjithë skema. Prandaj ajo ju ka treguar, sepse dhe Albin Kurti është një nga lojtarët i cili ka pasur për detyrë të tensionoj situatën në Kosovë, sidomos në veri të Kosovës, që do t'i jepte një kazius ose një shkak Vučićit për të sulmuar Kosovën. Po Vučići ka vajtur deri në prag të shkeljes së minës dhe nuk ka pranuar dhe ka bërë disa deklarata. Po pse Vučići thotë që unë nuk dua ta bëj këtë gjë sepse ata do ma fusin mua pastaj. Ata e kërkojnë këtë luftë, thotë Vučići, që të pushtojnë pastaj Serbinë dhe pra duan të më lejnë të gaboj. Kjo është pak a shumë. Po, më nxitin që të gaboj. Më nxitin të gaboj, po. Dhe prandaj kjo ka ndjerë, unë kështu e përkthej këtë foton që nxori kjo, që juve po ju nxitin që të na rëzonin ne, që të filloni luftën, atë që kërkon dhe Albini, që të filloni luftën me Kosovën dhe Serbia të pushtohet dhe të merret në kontroll nga Kabala. Cako, ditë më thuash se ti ndjek aktualitetet përtej Shqipërisë domos. Ditë më thuash kush po organizon? Është genuine pra, është se thuash e natyrshme kjo që po ndodh në Beograd dhe në gjithë Serbinë, Novi Sad, në këto qytete më dha. Kjo studentëve për masat, kjo protestën për masat frikshme të studentëve, sidomos janë bashkuar dhe të tjerët, kështu do më thënë, është genuine, është e natyrshme, apo është duke e nxitur dikush? Dhe në qoftë se po kush? Revolucioni francez, 3 veta e dinin se qa po bënin, ata e drejtonin të gjithë revolucionet tetorit, 3 veta e dinin. Të tjerët e din se ishin masat që shtynin historinë, në fakt janë 2-3 veta që i din gjërat qa po ndodh. Këtu jam dakord. Dhe ata e organizojnë. Po kush janë? Janë amerikanët, janë europianët, janë rusët, kush janë? Trumpin nuk besoj që ka gish në këto qeveria sot me se në fakt ishin filluar atje problemet, që para se të... Ka filluar ka kohë që kur në një stacion treni këte nga Vojvodina, ra një në peron, ra një... Në Novi Sad duket më? Në Novi Sad, u vranë duket 15 veta, dhe filluan protestat e studentëve, aty tash ai që i ka organizuar, mund të ketë qenë spontan, mi po tash e kanë marrë politika në kontroll. Kush politik pra? Cila politika ka marrë? Është opozita, thua ti, se opozita ti është vazhdon të jetë e dobët. Shiko, ai që ka hedhur i pari atë bombën më duket se ka qenë nga partia qeverisë, nga kjo partia progresive. Cilën bombë? Në Mosgaboj, sepse edhe vetë brenda partive këta kanë konflikte me njëri tjetrin që nuk janë dakord për shembull politikat që ndjek një lider dhe përpiqen të shfrytëzojnë ndonjë situatë konfliktesh të gjëra sociale në një vend për të marrë kontrollin e partisë dhe të fitoj sa më shumë elektorat në zgjedhjet që këta do përpiqen t'i bëjnë të parakoshme për të rrëzuar qeverisin që është sot Aleksandr Vučićin dhe gjithë qeverinë e sotme, edhe Vučićin si president. Ore Cako, për botën e shqiptarëve, kudo që ndodhen, në Kosovë sigurisht, po pastaj edhe në Maqedoninë e Veriut apo në Malizi janë më ndryshe ata, po çon si ka, shqiptar janë dhe ata, atje, dhe pastaj për Shqipërinë. Si thuat, për botën shqiptare, ti mendon që intereson një personazh dhe një profil politik si Vučići, apo dikush tjetër që pritet i marr votin? Pra, Vučići po josh do të thotë unë jam tolerant. Ka njerëz që mund të keq kuptohen këtu, kupton? Unë mendoj që ata që duan të rrëzojnë Vučićin janë më të këqinj se Vučići për të në lidhje me marrëdhëniet e Serbisë me botën shqiptare. Shiko, Vučići ka treguar, edhe Rama, ka treguar shenja për ta lënë Kabalën, për ta braktisur. Kur ishte Trumpi herën e parë, këta vajtën të bënin marrëveshjen e paqes kundër Kabalës. Dhe prandaj sot ka prap një afrim të Vučićit me Trumpin, me politikat e reja të Trumpit, për ta gjetur si liman shpëtimin në gjithë të kaos që e ka përfshirë Serbinë, dhe këta tash po ja përforcojnë nëpërmjet njerëzve të tyre, një pjesë e madhe nuk dinë se çfarë bëhet, kupton? Ynë aty për të... Ti thua nuk janë paratë Usadit që ka pas për para. Jo tani që është bllokuar. Këto i përdorin për të shtyrë, për të... Shiko, se mua vjen mesazhi më thotë, çan thuaj Cako si është Brukseli dhe Londra thuaj. Po pra, Brukseli dhe Londra. Shiko, Serbia dhe Shqipëria kanë qenë qendrat Kabalës për Ballkanin. Dhe sidomos maja e shpatës e Kabalës ka qenë soroizmi. Dhe në Shqipëri është foleja më e madhe e soroizmit.
në Ballkan, po njëkohësisht edhe në Serbi, është e njëjta gjë. Mirë po të dy liderët kanë treguar që janë të pafuqishëm për ta kundërshtuar dhe do me thënë kabalën dhe sa po ju është dhënë një rast për ta shmangur, ata kanë tentuar të largohen. Po të shikosh ka një përpjekje edhe nga Rama i cili edhe ka frikra të mëdha tash, sepse SPAK-u mund të ketë protesta dhe këtu janë Shtetet e Bashkuara, është Brukseli dhe Londra. Po e pesh ta sot e ka ledjo, e pesh kështë e thënë sot. Po dhe Zelenski vajti në shpinë e bardhë, po nuk vajti si triumfator, kupton? Mund të atresin, ti thonë dhe largo. Por një ledjo, ke atë, plasë një ratë të Ramzi sot. Nuk e di është blofa, jo më po e thejmë dhe për tjerë dhe që na shofin, jo dhe në përnesër, e kejmë parë. Ka shumë njerëz që nuk se interesohen të shofin. Ne e respektojmë të gjithë dhe ata që nuk janë të interesuar, prandaj dhe në ndjekin. Edhe Albinin, prandaj po e kërkojnë, bëjmë presion që të mos kalojnë. Ja do vemi dhe Albini, tani, po unë dua të di, ledjo kur ta kesh atë Ramzi më thuaj, si përfundim, si mbaron. Gati kam. E ke gati? Po. Shikoni që qa ka për blof Ramzi sot, apo është i vërtet tu kur bën kështu? Do e kaloni oqeanin, unë me oqeanin nuk kam pas probleme ti dashur, po ti që nge zgjuar në kënet sot, pas ke fjedur në kënet dhe zgjuar në kënet, unë me oqeanin nuk kam pas probleme, dhe ti është sigur që e kaloj oqeanin sa herë të dua, edhe mos u çudit fare kur ta shikosh jo do ta kaloj, po flas më shumë, po ja lëm kohë se dua të bëj një surprizë të këndshme ty edhe kënetës bashkë, dakord? Shkreti unë që në gjedi, e kalon oqeanin, thotë. Edhe këtë termin që ka zgjedhur kënet, është një karshilek. Bufi kënetës, kënet e përdor zotit. Jo, kënet e përdor Trumpi për kabalën. Kënet e quan? Kënet e quan, gjithë deep state-in në Shtetet e Bashkuara. Pa ti thua i ka marrë... Trumpi të thajmë kënetën, ka thënë 4 vjetë të para. Dhe kjo e ka marrë të ashit duke i thënë që unë jam me ty, do me dhe përdor shprehjet e tua, është marifetçi i madh. Kjo në Shqipëri nuk ka asnjë kuptim, kupton, se në qoftë se ky lobovi edhe bëri ca lojra të pisa me grupin e Sorosit për t'i bërë non grata dhe me një, e kam thënë me një sekretar të departamentit i cili ka qenë një ushtar i Sorosit, ai Blinkeni, ky bashkë me vllazërinë sorosiane ndikuan ke Blinkeni që do me thënë Berisha dhe Meta të luftoheshin. I vetëm kaq, ky edhe gënjen hapur fare atë sako. Po, dhe me këto shprehjet bajate. Po jo vetëm kaq, është bërë bajat fare, po jo vetëm kaq, po e ke parë shumë kur gënjen që thotë shpun ka Sorosi me reformën drejtësi, në fakt ajo është e shkruar. Kishin votuar sot fjalimin e Fatmir Xhafës vëlla që ka mbajtur përpara. Të është e falenderoj atë të Sorit, si e ka emrin ky më? Si e ka emrin ky më? Do Brushe ka në fjalim vëlla, është me zë me figurë Fatmir Xhafaj dhe ekspertë e tij pa të cilët do ishte e pamundur që të bëhej kjo reformë. Dhe ky del vëlla, sepse ky ka kuptuar një gjë më vëlla. Gënje sa më shumë, se do bësohet gënjeshtra, është i paparë vëlla. Dhe e bura është, se diçka do ngeli, dhe e bura, dikush është vëlla. Që këta që ka përballë, nëse duket askush nuk ka ambicie për të kapur vendin, e lënë të qetë, ndërkohë që ai tani duhet të sulmuar fort. Sepse po ta lësh të qetë, duke bërë kështu lollora nga këto propagandat, ai seriozisht dhe realisht ka për ta kap Trumpin vëlla. Dhe do u sjelli, do i thotë tani këtyre na merri, do hedhin fytyrë. Tani hajde më ruani, do u thotë. Pra këta njerëz që sot duan të zënë vendin. Cako. Duhet të jenë fare pa këllçe vëlla. Si mund të lihet kundërshtari më i rrezikshëm i tyre që pret të marrin mandatin e 4, të lihet kështu vëlla. Shiko, duhet ta kishin sharuar vëlla. Çfarë the ti që? A kupton është kjo çmenduri? Trumpi është shumë koherent me programin që ka pasur para zgjedhjeve dhe Trumpin nuk ja kanë bën koqet në big vëlla këta të projektit 2025 dhe nuk e lënë të lëvizë nga projekti dhe Trumpi nuk mund të shkojë tash ke karrige e këtyre ose të rinë ndonjë karrige pa zot. Edhe është i pozicionuar 100% te dhe janë gjithë ato OJF që kanë kontribuar pra ti e përjashton faktin që ky në ajo e komiteti, në ajo domethënë projekti 2025 është shprehur disa herë që do shkatrojmë qendrat e fuqishme të sorosianëve
është përmendur dhe Ballkani, 2-3 herë përmendet aty, dhe në Ballkan dihet që qendra kryesore e soroizmit ka qenë Shqipëria, që i ka zbatuar 100% dhe ka bërë aktin më kriminal që ka goditur dhe ka shkatruar opozitën. Ka lidhje rrëzimi Vučićit në Serbi me rrëzimin e Ramës Tirani? I shef të lidhur atë apo i shoh të lidhur. I shef të lidhur. Shoh të lidhur. Pra, më fal, treshja Dodik, për arsye të tjera, Vučić dhe Ramsi, a është një treshje që po urrëzohen të tre dhe jo asnjëherë veç e veç? Po, patjetër, sepse edhe Dodik... E kam të gabuar këtë analizë apo e kam? Gabuar, është shumë e saktë. E ke dhe ti do me thënë? Dodik ka pasur për detyrë të shpalte pavarësinë e Republikës Srpskës dhe bashkimin me Serbinë. Vučići nuk e ka pranuar, sepse e ka ditur që kjo gjë do bëheshe me luftë dhe do përhapeshe lufta në Kosovë. Dhe nuk e ka pranuar, ka mbrojtur këto agendat zyrtare të ekzistencës shtetit politike të sotme. Dhe për këtë arsye Dodik u goditi pari nga Kabala, tash po goditet Vučići, i cili mezi po pret të lidhet me Trumpin dhe të braktisë të skemat e këtyre, për të mos u pushtuar Serbia nga NATO-ja, dhe e njëjta gjë do të ndodhë, mendoj unë, dhe në Shqipëri. Tash këtu ka një elektorat të madh të majtë, ka dy probleme, do me thëmë, të mëdha, ka një elektorat të madh të majtë, dhe opozita është e keq organizuar dhe... Këtu në Shqipëri, po thua? Po, këtu në Shqipëri, dhe do me thëmë, do ketë vështirësi më shumë se sa mund të ketë sot në Serbi. Duhet parë dhe kjo. Cako, ne tani leti të kaloj të fabulën 3, nuk i bëndë të 4, se s'kemi kohë, se mundi